Çmimet e biletave të avionëve pritet të rriten në muajt e ardhshëm si pasojë një tronditje të madhe në tregun global të energjisë lidhur me vështirësitë në furnizimin me naftë dhe gaz përmes ngushticës së Hormuzit. Paralajmërimi u bë gjatë një seance dëgjimore në Komitetin e Thesarit në Parlamentin Britanik, ku ekspertja e tregjeve të energjisë Amir Tassen, themeluese dhe drejtoresha analizave në kompaninë Energy Aspect, e përshkroi situatën si një nga ndërprerjet më të mëdha në historinë e tregut të energjisë. Sipas saj, ndonse rritja e çmimeve nuk ka arritur ende nivelin e krizës së shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, sektori që po goditet më fort aktualisht është ai i karburantit për avion. Është vërtet e pazakontë ajo që po ndodh në tregun e karburantit për avion, tha Sen, duke theksuar se një pjesë e madhe e prodhimit të këtij karburanti realizohet në lindjen e mesme dhe në Azi. Për momentin, sipas saj, është shumë e vështirë të gjenden burime alternative për të përballuar kërkesën globale. Rreziku për transportin detar në ngushticën e Hormuzit ka penguar kalimin normal të naftës bruto, duke ndikuar drejt për drejt në prodhimin e karburantit të aviacionit. Si rrjedhoi, ekspertët paralajmërojnë se çmimet e biletave të avionëve mund të shtrenjtohen ndjeshëm, ndërsa kjo situatë pritet të zgjasë të paktën për disa muaj.